Opozita e dirigjuar nga lista serbe ka bërë një gabim taktik politik. Duhet të jepni një mandat të brisht Glauco Njoftës dhe në zgjedhjet që do të jenë edhe për presidenten të shkonin më të fuqishëm, duke thënë se ja Albini nuk ja doli dot dhe vuri Glaucon. Ky është gabimi i tyre nga miopia, nga xhelozia, nga ignoranca dhe nga armiqësia që kanë ndaj Kosovës. Por këtu fiton Albini. Dhe dini pse? Sepse ata treguan fytyrën e tyre që as për buxhetin nuk janë dakord që të paguajnë punëtorët të ketë shteti lekët e tij që janë, por duhet të qarkullohen me ligj. Ky ishte një rast i humbur. Treguan se janë pikërisht ata armiqtë e betuar të Dardanis. Dhe Mëgata që do të vijë si gjithmonë me duart plot, nuk do ta ketë vështirë që dhe votën ta hedhë pikërisht tek Albin Kurti dhe vetvendosja me koalicionin e saj. Pa e thjesht, nocioni i jetës është ardhmëria.